Duke u bazu tash edhe në gjetjet tona lidhur me zbatimin e standardeve ndërkombëtare dhe sfidat ekzistuese në praktik, konsideroj që është e qartë dhe pajtohemi që antarësimi në Këshillin e Evropës sjell përgjithësi shtesë për vendin tonë. Kështu që cilat janë sipas juve ato sfidat kryesore që mund ta përcjellin Kosovën pas antarësimit në Këshillin e Evropës dhe konsideroni që jemi të përgatitur institucionalisht që me ndërmarrë këtë hap si vend? Në fakt, përkundër gjitha sfidave, Kosova është e përgatitur për të antarësuar në Këshillin e Evropës, meriton antarësim të menjëhershëm, e ka merituar që moti. Përtej kësaj, sigurisht që antarësimi në Këshillin e Evropës nuk është fundi i një procesi, do të jetë fillimi i një angazhimi jashtëzakonisht afatgjatë dhe serioz të Kosovës. Kujtoj, bazuar në përvojat e shteteve tjera, por edhe specifikave të Kosovës, që kjo e fundit do duhet të angazhohet në reforma të thella edhe strukturore, përfshirë si pasojë e aktgjykimeve të mundshme të GDN-s, të cilat do të mund të konstatojnë shkelje të konventës kur këto çështje do të ngriten para GDN-s. Kosovës i duhet gjithashtu një përkushtim serioz dhe i qëndrueshëm për të ruajtur pavarësinë e pushtetit gjyqësor, si në formë ashtu edhe në përmbajtje. Do t'i duhet gjithashtu angazhim shumë serioz për të ndërtuar të gjithë mekanizmat e nevojshëm të cilët mundsojnë përmbushjen e detyrimeve pozitive dhe negative të shtetit, përfshirë në sfera siç janë pluralizmi i medjeve, siç janë liria e shprehjes, por për shembull edhe në kategori tjera të drejtash, siç janë të drejtat e privatësisë, në një periudhë kohore kur ka një zhvillim të hapshëm teknologjik edhe të inteligjencës artificiale dhe rrjedhimisht ka pasojë në të drejtat e privatësisë. Angazhim serioz do duhet edhe në mënyrën e zbatimit të vendimeve gjyqësore, efikasitetin e këtij zbatimi, por edhe ndërtimin e mekanizmave adekuat për kompenzim, atëherë kur konstatohet që ka patur shkelje të drejtave dhe lirive themelore. Sigurisht që një ndër përgjegjësitë kryesore do të jetë mbi vetë pushtetin gjyqësor. Ne diskutuam gjatë gjithë këtij diskutimi për rëndësinë e pavarësisë së këtij pushteti. Por kjo pavarësi gjithashtu nënkupton përgjegjësi të jashtëzakonshme, sepse gjykatat janë në qendër të interpretimit të vlerave, në qendër të interpretimit të drejtave dhe lirive themelore dhe mbrojtjes së tyre. Interpretimi i gjykatave në përputhje me parimet që burojnë nga praktika gjyqësore e GDN-s, përkundër faktit që ky është detyrim kushtetues që nga viti 2008, do të jetë sfiduese. Dhe këtë e tregojnë raporte të ndryshme, përfshirë raportin e IKT-s që e ka publikuar vitin e kaluar, dhe i cili ka analizuar mënyrën e zbatimit të parimeve që burojnë nga praktika gjyqësore e GDN-s në vendimarrjen e gjykatave dhe jo vetëm. Dhe të dhënat e raportit lënë për të dëshiruar. Kjo jo detyrimisht do të thotë që të gjitha ato vendime që janë analizuar dhe monitoruar janë të papajtueshme me kushtetutën dhe ose konventën, por tregon një trend dhe tregon një kulturë juridike e cila duhet me do e mos të avancoj edhe drejt antarësimit, por edhe pas antarësimit në Këshillin e Evropës. Në të kundërtën, Kosova rrezikon të mbahet përgjegjëse për shkeljen e të drejtave kushtetuese dhe atyre që burojnë nga konventa, përkundër faktit që gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës ka treguar që në mënyrë jashtëzakonisht të qëndrueshme ka zbatuar këto parime dhe ka mbrojtur vlerat dhe të drejtat dhe liritë themelore në Republikën e Kosovës. Në përmbyllje të këtij diskutimi, kësaj bisede, duke reflektuar edhe mbi gjithë këtë analizë të balancit pushteteve, të rolit gjyqësorit, të historikut edhe gjithë asaj në për cilin vetë i theksua deri tash, cili mund të jetë një mesazh juaj në fund që lidhet drejt për drejt me rëndësinë e pavarësisë gjyqësorit në funksion të një demokracie funksionale? Ajo që do të doja të theksoja në fund është thjesht fakti që
Demokracia nuk është vetëm zbatim i vullnetit të shumicës. Demokracia në fakt është ndarje dhe ndërveprim i pushteteve. Funksionim efikas i pikrisht atyre mekanizmave kufizues në mënyrë që pushteti të mos ushtrohet apo të mos e ketë mundësinë të ushtrohet në mënyrë arbitrare, dhe në qendër të këtij balanci është pavarësia e pushtetit gjyqësor. Sigurisht Kosova do të përparoj dhe do të ketë progres të jashtëzakonshëm edhe pas antarësimit në Këshillin e Evropës, sepse ky mekanizëm, siç tham, ka funksionuar edhe në shtete tjera për të ruajtur vlerat e demokracive liberale. Thënë këtë, përtej mekanizmave të jashtëm, thelbi është te vetë përkushtimi ynë. Te përkushtimi ynë vetanak, te përkushtimi ynë i palëkundur dhe i qëndrueshëm, që t'i qëndrojmë besnik vlerave dhe parimeve mbi të cilat është shpallur pavarësia e Republikës së Kosovës, që t'u qëndrojmë besnik vlerave dhe parimeve mbi të cilat është miratuar Kushtetuta e Republikës së Kosovës.